Sot po bëhet një vit pa Gentin. Një vit është shumë për të përballur me mungesën e një njeriu të dashur siç ishte ai. Por një vit mund të jetë shumë pak për ta kujtuar Gentin, për të kujtuar të gjitha momentet e kaluara me të. Me kryetarin e ardhshme të komunës Gjakovës, zoti Mimoza Kusarelika. Sot kur po bëhet një vit prej ditës që u ndam nga Genti, do ta kujtojmë atë ashtu siç ishte, i dashur e i afërt me të gjithë, i gatshëm të ndihmojë të gjithëve, i buzëqeshur me të gjithë. Genti ishte antar i dashur i familjes së tij. Njëkohësisht ishte i të gjithë neve, ashtu siç të gjithë ne ishim pjesë e jetës së tij. Sot do ta kujtojmë Gentin ashtu siç e kemi njohur, do ta kujtojmë në shoqëri, do ta kujtojmë ashtu siç kemi bashkëpunuar me të, gjithkund ku ai ishte aktiv në të gjitha angazhimet e përbashkëta. Të vështirë po e ka shoku i tij fëmijërisë, Urim Fazlia, që të kujtoj momentet që kanë kaluar bashkë. Ti je me një person mbi 30 vjet, do thotë ku shumicën e kohës nuk na ka dhënë as natë as dita bashkë. Është shumë vështirë. Sidomos sot jo vetëm unë, por edhe gjithë shoqënia jonë njësi me një krah të tyr për shkak të mungesës së tij të madhe. Do të thonë mungesa e tij është shumë e madhe, edhe ende nuk po muj më u pajtu me ato që nuk e kemi më sot kësaj ditë në mesin tonë. Si ishte Genti si person si njeri? Një njeri shumë i qetë, një njeri shumë i butë, një njeri me cili ka pas një sens të madh të organizimit. Edhe kjo sot përvret që nuk në rrethin tonë mungon e njëri i cili na ka mbledh, na ka organizu. Do thotë ka qenë shumë komunikativ. Nuk e di. Është shumë rënd, po. Ne ende nuk po muj me arë vetën për kësaj humbje të madhe që na ka ndodhur, por nuk është më ajo atmosferë cila ka qenë më herët sa ishte gjallë Genti. Edhe Aliu e ka pasur Gentin shok e bashkëpunëtor. Ai mes emocioneve kujton momentet e punës dhe aktiviteteve. Një vit pa Gentin për ne, sidomos shoqërinë që vitet e fundit jetës së tij ka kalu kohën më të madhe, ka qenë njëra ndër sfidat edhe momentet shokuese që neve ende na shoqërojnë. Ne ende nuk mund të bindemi që Genti nuk është më në mesin tonë, pasi që ai në çdo hap që ka bërë ka lënë gjurmë për të cilat ne, jo vetëm shoqëria e ngushtë, por edhe rrethi që kanë njohur, do të kujtojnë dhe e ndjejnë nevojën për bisedat e Gentit, këshillat, temperamentin e tij, por gjithashtu edhe për veprimin korrekt dhe iniciativat me ide të mjaftueshme qoftë në karrierën e tij politike, qoftë në punën e tij, qoftë idetë për avansimin e njohurive të reja. Genti e dëshironte një Gjakovë më të mirë, për fëmijët e vet dhe për fëmijët e tërë komunës. Edhe në fjalët e tij të fundit përmendi një të ardhme më të mirë, një Gjakovë më të mirë. Në një fjalim që sado që tingëllonte si fjalim optimist, por ne do të mbetet fjalimi më i rëndë që ndonjëherë do ta kujtojmë. Zyra paratimi dhe menaxhimin e projekteve është një zyrë e cila kish më jap mundësinë, s'po shansën, jemi të pas sa është vështirë sot me i bindë një investitor për më mujtë me investu në komunën tonë, të i pas parasysh gjitha rrethanat në cilat po jetojmë gjithë. Është një zyrë e cila kish me pas mundësi me u dhon shans komunës me thith, me përgatit projekte të cilat kishim në mujtë me qenë të interesante për investitorët e mundshëm. Nuk po flasim për projektet urbanizmit, për projektin të lagjeve, po flasim për projekte investive, cilat drejtoria e urbanizmit me sa dim deri tash, në shumicën e rasteve zgjedh konsulenta, zgjedh kompani të cilat i bëjnë projekte të gatshme për pjesë të ndryshme të qytetit të cilat urbanizohen. Ne kemi njohur shumë herët, kemi pas miqësi të vjetra, se shoqën e Gentit e kemi edhe kolegët punës, njëkohësisht edhe fëmijët e Gentit shumë vite më herët vijnë në shkollën tek unë. Për ne dita e sodit një vit më herët ka qenë shumë e kopshme, edhe më rënd për ne se i staf mjekësor, sepse në prezencën tonë ndodhi gjitha ashtu ka ndodhi, dhe ne urojmë që familja e tij të ketë fat edhe të jenë jetë gjatë,
dhe kujtimi Gentit të mbetet i paharuar gjithmonë. Unë Gentin e kujtoj si njëri shumë pozitiv, njëri shumë ambicioz, me një temperament pozitiv, shumë aktiv në parti, i kujdesshëm ka qenë shumë edhe si prind, sa që ndonjëherë ne edhe kemi thonë duhet ta ulësh pak tempon, po ja që ndonjëherë jetës nuk i dihet dhe ndodhen gjërat papritura. Të gjithë ne kujtojmë Gentin në momente të harreshme, por e kujtojmë edhe në momentet e përqendrimit maksimal në kryerjen e detyrave tona. Ishte lideri ynë edhe në kryerjen e detyrave të shumta, por edhe në momentet e relaksimit pas punës së lodhshme, e shpeshherë edhe të mundimshme. Genti ka qenë temperament, po në kuptimin e mirë të fjalës, gjithmonë ka pas këshilla prapë në kuptimin e mirë të fjalës. Genti ka qenë qasja ime por që më ka ndihmu me bu shitje një po dhe fatmirësisht çdo ditë më e suksesshme ka qenë ajo. Me Gentin kom do shumë sene të punës, se dy të kena punu në shitje. Kujtimin e fundit me Gentin e kom pas me një kerë, cilin ka shfrytzuaj, po kom mujt me shfrytzua dhe unë njëkohësisht edhe kisha me shku për Prishtinë, e thira Gentin dikur vonë dhe Gen, a mund është tash më madhon kjeri nesër se ka me shku në Prishtinë, po nëse ty nuk duhet, okej, anin së është problem, erdha atë nesit të më punë 7 mëngjes, e kish la kjerin, e kish mush me ato procedurat e veta që i ka pas, gjithmonë i përpiktë në gjdo sanë edhe hina në zyre, mora qilësin dola jashtë, kërë ula në kërë i lanë, i mushën full, ma kish lanë edhe një multisol në karrik. Vdekja Gentit ka qenë një humbje e madhe për të gjithë ne. Gentin edhe sot e kujtojmë dhe bisedojmë për të sikur të ishte ende gjallë në mesin tonë. Prezenca ati ka qenë gjithçka që i duhej një individi. Ka qenë mik, koleg, udhërëfyes, në çdo gjë që është kërkuar prej tij. Genti krahas punës vazhdonte edhe studimet në Universitetin AB, ishte aktiv dhe shumë i vëmendshëm. Kështu e kujtojnë profesorët e tij. Ne ndjejmë shumë mungesa nga mosprania e Gentit. Ka qenë një tip shumë gazmor, një tip shumë ulëmtues, kërkues edhe nga ana ligjëruese, nga ana profesoratit. Po ashtu mungesë madhe ndijnë edhe kolegët e vet, të cilët nuk e kanë një bashkëpunëtor të tyre, një njeri që ka ndihmu në zgjidhjen e problemeve të ndryshme, qoftë shkencore, qoftë mësimore, qoftë nga ana e jetës, do thotë këshillave nga jeta. Kemi qenë shumë të prekur nga mungesa e tij, e kemi ndje atë mungesë të tij edhe në një periudhë kur ka qenë fushata zgjedhore në përkohë të kryetarës, edhe të gjithë pa dallim e kemi ndje mungesën e Gentit. Kështu që kur ka ardhur Genti pas asaj periudhe me karizmën e tij, që ka qenë një buzëqeshje e lehtë, një stil lideri, do thotë të gjithë kemi qenë të gëzuar. Ne Gentin nuk e kujtojmë vetëm si student, po ka qenë si bashkëpunëtor, një si koleg. Humbja një njeriu të dashur, një miku, një bashkëpunëtori, një njeriu që për shumë prej nesh ishte motivim për të ecur përpara, është një gjë e rëndë dhe një dhimbje madhe. Por të ndalemi së vepruari dhe vetëm të ballafaqohemi me këtë dhimbje nuk është veprim i mirë. Madje një gjë të tillë nuk do ta donte as Genti. Por një çast secili nga ne të ndalemi dhe të flasim me Gentin, në njërin prej atyre momenteve tona më të bukura me të. Të flasim dhe me të ta marrim nga ai motivim për të ecur përpara, të vazhdojmë përpara. Kështu do të bëjmë një vend më të mirë për fëmijët e Gentit, për fëmijët tanë, për fëmijët e tërë komunës. Kështu do ta gëzojmë edhe Gentin atje lart në parajs.